Jemi këtu me Bilbilin e Shkumbinit Fanoli. Është njeriu që ka bërë lajmin e bujshëm të ditë e fundit që ka çuar letrën Ramës për të larguar brenda 7 ditësh nga kryeministria. Çfarë ke shkruajtur ka letra e Edi Ramës për që dhe ultimatumin për të larguar nga kryeministria? Pse është lind nevoja që Rama duhet largohet sipas teje? Janë shumë probleme të pasjellura për shqiptarët. Një ndër këto probleme është krimi i organizuar, korrupsioni, infrastruktura, flora, fauna, bujësia është në gjendje shumë të rënduar, mjekësia, policia, gjykata, prokuroria, është zero fare. Shembulli i fundit në spital që ndruan jetë 2 fëmijë, është një tragjedi e paparë. Ramës i bin këto faje. Edhe për këtë ka fajin Rama? Po si, po ai